Unë e shoh nga distanca, ju nga afërsia shihni pak më ndryshe. Sheve, e dini ju edhe me statistika që Shtimja është një nga komunat më të varfra në Republikën e Kosovës, edhe unë mendoj që dy janë arsyet kryesore pse ka ngel e tillë. Është një qeverisje 20 vjeçare që është udhëhequr nga PDK-ja në vazhdimsi edhe që për hir të vërtetës nuk është se ka arrit me bën ndryshime pozitive dhe me transformu, siç ka ndodhur me qytetet përreth. Edhe goditja e dytë dhe e madhe është pikërisht anashkalimi që na ka bë autostrada. Anashkalimi që i ka bë Shtimës autostrada ka bë që bizneset e vogla, ajo dinamika e qarkullimit e varfru akoma më shumë komunën e Shtimës. Ju e dini që është bë për çështje politike në atë kohë, sepse oksi natyral. Oksi natyral ka qenë me Shtime apo du? Ka qenë me Shtime edhe ne, siç e keni pa. Kush e ka marrë rolin e Shtimës? Po, kanë shku nga Malisheva dhe nga kryshi Komoronit, po tashti po del që prap duhet më u rikthy oksid natyral, se boshti natyral nuk anashkalohet asnjëherë. Edhe është prioritet i qeverisë Kurti, biles vitin e ardhshëm pritet me fillu ndërtimi, vazhdimi i autostradës Ibrahim Rugova, përgatësisht Dule, Caralev, Shtime, Banull. Sepse ky aks e bën që autostrada Ibrahim Rugova edhe autostrada Arben Xhaferi mu kryqëzu, mu lidh dhe mu njoft në të gjithë gjatësinë të dy autostradave. Edhe të krijohet aksi tjetër për përshëndetje nderuar. Për rrugën për autostradën për Gjilan. Pikërisht. Për ndryshe, anashkalimi nuk njihet, domthon ai aksi që e ka anashkaluar Shtimi, nuk njihet si autostradë dhe bën që edhe këto dy autostrada mos me qenë të njohura zyrtarisht. Kështu që kemi në dyshim që ne do ta kthejmë edhe ne do ta avokojmë derisa kjo vepër infrastrukturore që është shërbim të gjithë Republikës, por në këtë rast edhe në shërbim të Shtimës, sepse ja rikthen pozitën gjeostrategjike e Shtimës. Kjo një pjesë e bukur Ky është sheshi me Shtimja. Ky është sheshi i ri. Ky është shesh që është kështu siç është bërë para se të viju në okay. Lumi Shtimjanja ndërkohë kalon përmes sheshit, domethënë sheshit ne jemi duke investuar në sheshin. Ne po menoj në shtratin e Lumi Shtimjanja për gjatë gjithë gjatësisë së tij dhe normal që do ta rirregullojmë shtratin e Lumit, po edhe do ta ndryshojmë pak edhe sheshin. Sepse shihet që janë edhe këto shtyllat elektrike. Rirregullimi i shtratit Lumit çka do të kupton? Rirregullimi i shtratit Lumit do të ndryshohet forma, do të jetë pak a shumë i ngjajshëm sikurse shtrati Lumit në Deçan. Pak a shumë është ai projekt. Këtu në qendër, po edhe do të trajtohet i gjithë gjatësia prej fshatit Mollopolc edhe Petrov, Reçak, Shtime e deri në Vojnovc, sepse sidomos fshatrat e rrafshit ky lum i ka përmbyt 2-3 herë në vit. Dhe tashti në përvendbanime, aty ku kalon në përvendbanime do të bëhet shtrati me gurë dhe me beton, ndërsa në pjesën që s'ka vendbanime edhe me norma të ambientalizme nuk lejohet. Do të hapet edhe do të mirë mbahet. Çfarë kujdesi ka në drejtimin e pastërtisë së lumit? Sa ka për kujdesi të tillë? Që nga rrafshi i derdhjes ujrave të zeza eventuale deri tek kujdesi njerëzor, i cili dorën në zemër kryetar, siç e kanë parë në për komuna të tjera mungon në mënyrë drastike. Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. Kushtojmë ne nuk jemi të kënaqur me gjendjen e ambientit në përgjithësi edhe të shtratit. Kjo është komplekse. Përshëndetje, kjo është edhe mungesa e vedijes, kjo është mungesa edhe e efikasitetit të kompanisë rajonale për menaxhimin e mbeturinave, po edhe e sigurisë, e institucionet sigurisë që është policia edhe inspektorati, po besoj që çdo ditë po bëhet më mirë. Ne kemi themeluar edhe kompaninë komunale, domthonë ekosistemi, që veç e regjistruam si kompani edhe jemi në fazën e shpalljes së vendeve të punës për punëtor dhe po besoj që prej vitit tashëm ne do të pastrojmë. Përshëndetje Miradije, përshëndetje. Qofshi mirë. Mirë, faleminderit. Respekt, qofshi mirë. Faleminderit. Edhe besoj që po shtojmë kapacitete për me e ndryshu këtë realitet që edhe në Shtime edhe në gjithë Kosovën nuk është shumë në nivel.
çka ka shtimja si pjesë qendrore? Është kjo pjesa që qarkulluam, që për